Jam shumë dakord që nuk është e lehtë edhe unë vi nga divorc, por nuk e kam parë si vdekje. Në fakt, unë kam parë të kundërtën si shpëtim, sepse varet nga arsyet pse një marrëdhënie përfundon. Me thënë të drejtën, kam qenë gjithmonë partizane dhe unë kam luftuar gjithmonë shumë fort për familjen. E konsideroj si një nga gjërat më të shtrenjta, edhe pse i përkas një brezi deri diku të ri, po themi që hyrja i mentaliteti, bashkëtesës, se ku diun liris, unë prapë familjen e mbroj shumë dhe jam shumë dakord që ne duhet luftojmë gjithë fort, si media, si institucionet ndryshme, që ta mbajmë familjen fort. Kam përshtypjen që me ardhjen e demokracisë, ndryshimi i mentaliteteve, kjo pjesa e të patur pak liri veprimi, liri mendimi, ka sjell dhe ka shpërfaqur ato që deri dje kanë qenë të fshehura.